dhe me ministrin tonë të shëndetësisë dhe unë besoj që në këto orët e mbetura të ditës së sotme ata do ta japin rekomandimin e duhur për Komisionin Qendror Zgjedhor. Faleminderit Jyrënjës Albania. Lidhe me dy rastet që tashmë ka shumë informacione që qarkullojnë nëpër media, po që nuk janë të konfirmuar, andaj na duhet një konfirmim. Historia e të dy personave që lidhet me Italinë, po kontaktet që kanë pasur ata, a ka ndonjë izolim ose karantim të familjarëve të tyre, test që do të bëhet familjarëve të tyre ose personave që kanë qenë në kontakt me ta, dhe mund ndikoj kjo në rritjen e numrit të infektuarve gjatë ditëve në vijim. Ministra von. Atëherë dy persona të cilat janë konfirmuar pozitivisht me koronavirus janë identifikuar dhe nga momenti i identifikimit e deri tani po vazhdon që të gjurmohen të gjitha kontaktet të cilat ata kanë pasur gjatë kësaj kohe. Janë izoluar shumica e atyre që janë identifikuar dhe në një mas kemi arritur mjaft mirë që ta izolojmë, po në rastin e koronavirusit nuk është kurrë e ditur e mjaftueshme për arsye se është një virus i ri i cili akoma nuk dihet tecuria e tij dhe për këtë arsye jemi të detyruar të marrim edhe këto masa të cilat sot i votuan në qeveri. Valon Fona nga Kallëzapi.com. Kryeministër, a keni të thënë sa persona kanë hyrë nga Italia në Kosovë gjatë kësaj kohe prej që është shfaq koronavirusi dhe pse nuk po kontrollojnë njerëz nëpër pika kufitare, sot ekipet tona në kufit në Maqedoni nuk kanë pas kontrolla fare. Të gjithë udhëtarët të cilët kanë ardhur nga Italia para se të pezullohet fluturimi, janë kontrolluar dhe janë marrë, kanë mbushur disa formular dhe pastaj për 14 ditë janë regjistruar dhe janë pyetur për simptomet e tyre dhe rekomandimin të secilit qytetar ju ka dhënë që në momentin që kanë shenja klinike të lajmërohen. Përndryshe nga pikat kufitare, zakonisht toksore po flas, në raport me Maqedoninë që folit ju, është e pamundshme që të kontrollohen të gjithë udhëtarët, prandaj kemi marrë edhe këto masa. Kontrolla ka qenë vetëm për personat të cilat kanë pasur simptoma dhe shenja të dukshme klinike, të cilët janë kontrolluar dhe janë mbushur po këta formular dhe janë përcjellur pastaj gjendja e tyre. Dobro večer, Anđelka Čup, Televizija Prva. Premijeru, idu sada praznici uskršnji kada veliki broj građana Kosova koji rade u zapadnoj Evropi dolazi ovde. Da li ćete za te dane, da li imate neke posebne mere i šta će se po tome preduzeti? Drugo pitanje za gospodina ministra. Gospodine ministre, sve u ovoj vrlo ozbiljnoj temi, sve što se može naći na Ministarstvu zdravstva nema na srpskom. Nažalost, izgleda da ni naši političari baš nisu mnogo zainteresovani za ovo, a vrlo je ozbiljno, a mi mediji imamo obavezu da naše građane obavestimo, recimo ovome večera što ovim odlukama koje ste doneli. Znači, da li postoji šansa, da li imate kapaciteta da se sve te odluke koje su izuzetno važne za sve građane Kosova da budu prevedene na srpski jezik? Hvala vam. Kemi pikën 3 dhe 4 të vendimit. Pika 3 është ndërprerja me efekt të menjëhershëm e transportit ndërurban në Republikën e Kosovës, si dhe në transportin e organizuar ndërkombëtar. Dhe e 4-ta, mbyllja e kufive toksore për udhëtarët që hyjnë në Kosovë. Kjo nuk vlen për qytetarët kosovar, të gjithë fletësit e Kosovës të cilët hyjnë përmes kufive, do t'ju nënshtrohen kontrolleve të shtuara mjekësore me urdhrin që ata të vetë izolohen për 14 ditë. Ne e dim që shumë prej qytetarëve do të mund të shfrytëzojnë pushimet
në ato vende që të kthehen në Kosovë, por duhet ta kuptoni që nuk ndodhemi në një situatë të zakonshme, prandaj edhe këto vlen për të gjithë. Ndërkaq për pjesën e dytë, ministri. Unë ju garantoj se secili vendim më herët që është marrë dhe po merret, po bëhet maksimumi që të përkthehet në gjitha gjuhët, duke përfshirë edhe gjuhën serbe. Nëse ka ndodhur gjatë këtyre ditëve ndonjë vendim I cili nuk është përkthyer për shkak të situatës emergjente dhe I gjithë stafi I Ministrisë së Shëndetësisë është I angazhuar në këtë drejtim, unë kërkoj falje dhe qysh nesër do ta ngris këtë problematik që tash e tutje asnjë vendim të mos mbetet I papërkthyer në të gjitha gjuhët. Faleminderit. Argjana Matoshi prej RTK-s. Kemi informata dhe prej Ministrisë Punëve të Brendshme që kohëve të fundit shumë azil kërkues po hynë në Kosovë dhe në mënyrë të pakontrolluar. Çka do të bëhet në këtë aspekt sa I përket, sidomos nga Shqipëria ka shumë hyrje të azil kërkuesve. A do të ndalohet në çdo formë hyrja e tyre në Kosovë? Po, e keni parasysh që gjitha ata të cilët do të duan të hyjnë për vendkalimet kufitare të Republikës Kosovës, për ta do të vlen pika 3 dhe 4. Pra, ne do të kemi mbylljen e kufive të kësaj produktare që hyjnë në Kosovë, po kjo nuk vlen për shtetasit e Kosovës, për të cilët ne do t'ju japim atyre urdhrin që të vetizolohen për 14 ditë, pasi që t'ju nënshtrohen kontrolleve të shtuara mjekësore nga ana jonë. Pra, edhe kontrolle mjekësore për ta, edhe vetizolim 2 javor. Enes Reshisa prej Klan Kosovës, në krejt këto ndalesa përfshihen edhe institucionet bankare me qenë se janë vende që kogja frekuentohen apo hapësira e brendshme e tyre. Ne nuk I kemi përfshirë specifikisht këto me emrat e tyre institucionet bankare, për shkak se nuk I kemi përfshi në përgjithësi ndërmarrjet private. Kemi folur për kompanitë private që ta organizojnë punën në atë mënyrë që shumicën e aktiviteteve punëtore të kryejnë nga shtëpia dhe kemi rekomanduar qytetarëve që të evitojnë vendet e frekuentuara. Mirë po, vetëm për institucionet publike, kemi thënë që të reduktohen në staf dhe veprime esenciale, pra vetëm minimumi domosdoshëm, përveç stafit të sektorit të shëndetësisë dhe atij të sigurisë. Nga kjo mund të kuptohet që bankat I kemi lënë në kuadër të ndërmarrjeve bizneseve private me këto rekomandimet që kemi bërë. Kryeministër, a vlen këto masat të sonte edhe për pjesën veriore dhe për Graçanicë edhe çka nëse nuk zbatohen atje? Dhe pyetja e fundit prej me është, a vlen këto masa edhe për ordinancat private në Kosovë? Unë po përgjigjem në pyetjen tuaj të parë. Ne marrim vendime për Republikën e Kosovës në gjithë territorin e saj, pra pavarësisht përkatësisë etnike të qytetarit apo përbërjes etnike të vendbanimeve. Natyrisht që kemi ligjet të cilat tregojnë se çfarë bëhet e ndodh atëherë kur shkilen ato, por ne nuk e mendojmë këtë vetëm si dorë e fortë e ligjit të shtetit, por edhe si dorë e ndihmës institucioneve të shtetit, sidomos të shëndetësisë, pra ashtu që vlejnë ligjet për të gjithë, pa dallim, njësoj edhe shërbimi shëndetësor dhe ndihma vlejnë për të gjithë. Edhe sipas ligjit, sistemi shëndetësor në Kosovë është unik.
dhe të njëjtat parime vlen si për sektorin publik edhe privat. Ne edhe në qarkoren informuese që kemi dërguar dje në institucionet shëndetësore për masat që duhet marrë këto institucione karshi situatës krijuar, janë dërguar edhe institucionet publike edhe atyre private. Një pyetje për kryeministrin, kërkoj ndjes që po bëj pyetje për herë të dytë. Sot gjatë ditës ka pas ekipe të televizioneve që kanë shkuar në veri të Kosovës në Brnjak për shembull, nuk ka pas kontrolle mjekësore për gjithë ata që kanë hyrë. Si do të veprohet? Dim që hyn qendra qytetar nga ajo pikë kufitare, ndoshta edhe më shumë. Si mund të dim që prej tyre nuk ka pas të infektuar? Pra, a do të vendosen mjekët atje? Si është pyetje konkrete, pra, tilem këto është vendim për gjithë territorin, sepse atje po shohim që s'ka pas ekipe mjekësore. Sigurisht që edhe pikat kufitare Jarinje dhe Brnjak do t'i konsiderojmë e trajtojmë njësoj, pra duhet të ketë edhe atje ekipe shëndetësore në mënyrë që të mos ketë as favore, as diskriminim, dhe me Ministrin e Punëve të Brendshme dhe me Ministrin e Shëndetësisë natyrisht që do të kujdesemi që gjithçka të shkojë siç parashihet në vendimin të cilin e morëm sonte. Përndryshe, kur kemi përmendur vendkalimet kufitare në mbledhjen që kishim, janë përmendur me emër të gjitha ato rreth rrotull shtetit tonë. Nuk e di tash se sa do të mund të realizojmë këtë, por do të kontaktojmë me Ministrin e Punëve të Brendshme dhe të Shoqërisë. Atëherë faleminderit shumë e mirupafshim nesër. Atëherë unë po ja kaloj fjalën edhe një herë Ministrit të Shëndetësisë për këtë pyetje përkatësisht përgjigjet fundit. Faleminderit, kryeministër. Edhe në konferencën paraprake, kur ushtrua tema se si do të bëhet edhe me gra shtatzëne, po edhe me persona të cilët në fakt janë të dy punojnë në sistemin shëndetësor, kemi kërkuar nga menaxhmentet përkatëse që të bëjnë përjashtime në raste të veçanta dhe të organizohen në mënyrë të tillë që të kursehen sa më shumë personat që mund të jenë më të afektuar. Mirë po, në këtë rast, si që kam përmendur çdo herë, në këtë rast fronti i parë, fakt edhe pse përmendën organet e sigurisë, nuk janë policët dhe ushtarët tanë, po janë infermierët dhe mjekët tanë, edhe ata duhet përgëzuar edhe uruar se në kësi situata realisht shihet rëndësia edhe heroizmi tyre, prandaj t'i japim gjithë mbështetjen stafit shëndetësor në mënyrë që t'ja mundsojmë që sa ma lehtë ata të na mundsojnë neve të kalojmë këtë situatë sa më me sukses. Ju faleminderit. Është e vërtet kemi bizneset për cilët duhet t'ju ndihmojmë, por mbi të gjitha e para gjithash kemi jetat e qytetarëve tonë. Ky vendim nuk ka një kohë të saktuar deri kur vlen, por nuk është problematike kjo gjë përderisa ne mbajmë nga 2 herë në ditë mbledhjet të qeverisë. Faleminderit. Po, mendoj që keni të drejtë, është rëndësishme që mbase këto qëndrimet më të gjata në ambiente të mbyllura t'i evitojmë, kështu thotë edhe vendimi ynë i sonetëm pas gjetjes të 2 testeve pozitive të infektimit me koronavirus. Pra, ky vlen për gjithë qytetarët, qytetarë jemi ne në qeveri, qytetarë jeni edhe ju gazetarët, dhe është mirë që të gjitha këto rekomandime t'i marrim secili prej neve
seriozisht dhe urojmë që të mos ketë përhapje të motutjeshme, po përndryshe edhe mbledhjet e qeverisë do të mund t'i mbajmë në mënyrë elektronike e që besa edhe këtë konferencë për media kur t'jetë e nevojshme ta organizojmë ndryshe. Natën e mirë.